Mirë, jemi live në studion tonë, në Bardhazi. A e fillojmë qik me lajthiza, një gëzuar me lajthiza, mirë se erdhët, kemi dhe baklavan. Edhe juve që na shikoni. Ndërkohë që presim dhe rez kifterin, e cila po mbrin, si zjarë fikse, si flak është bërë sot, më duket. Mirë, do të flasim për gjërat e bukura, a? Për gjërat e bukura, se... Stara fare borë këtë vit, more, që është këshuma. Thonë që do bjerë tani. Do bjeri breshër. Më dëgjoni mua, do bjeri breshër, do më kujtoni, do thoni, ore, po ku e dinde që do binde breshër, ore, kemi lidhjene. Është me ne në studio, Valentina Agaliu, ajo është një mike dashur e mrekullueshme, ajo vjen për herë të parë në emisionin tonë, apo jo? Ue, shpresojmë jo për herë të fundit. Ishte në Japoni. Ishte në Japoninë e largët, zvajti qoj përvojën tonë atje. Të zurin e tërmet ande, apo? Unë dje tërmet ande. Ditën që ne erdhëm, atje era tërmet, dhe kishte alarm, sirena për tsunami. Mirë që se ke përjetuar. Është me ne. Se kanë problema, ta janë mësuar. Është me ne në studio një shkrimtar që unë e preferoj shumë, është dhe miki dashur i studios Bardhazi, Albi Lushi, atë e preferojnë të gjithë, po ai sot është me ne në studio. Gocat më shumë. Of course, po është me ne në studio sot. E kene lënë me fjallë që të më bërë në kompliment, apo? Jo, more, na vjen shumë I kemi, na dalin nga shpirti komplimentat. Na dalin nga shpirti komplimentat. Suela Kalaja, një psikologe shumë e preferuar prej meje, vjen për herë të parë dhe ajo në emisionin Bardhazi, shpresojmë jo për herë të fundit, inshallah nuk nxehet sot. Po me mua jo njerë, për inshallah nuk nxehet me ty. Jo, jemi në kohë festash. Jemi në kohë festash, po. Po marrim frymë tani. Por ne e dim që ti do ta hash virozën e Bardhazis. Kështu quhet viroza Bardhazi, po nuk është sëmundje, është. Mirë është. Jo, do flasim pak për bukurinë, me qëra fjala, si u duk Tirana, është, sepse ne na pëlqen që kur vijnë festat i duam këto gjërat e bukura. Ja, për shembull, Bor nuk ra, po këto trenin këto zbukurimet e qytetit, na japin atmosferë. Ju duk po aqe bukur Tirana? Skenografia juaj është shumë e bukur. Përgjigje fantastike, diplomatike. Përgjigje japoneze. Është e pastër, megjithëse ka kristale bore, është shumë ka ngrohtësi nga njerëzit ose nga... Nuk e di. Ndërsa unë mendoj që bukuria varet shumë nga gjendja shpirtërore e qenies njerëzore. Vetëm nëse unë ndije mirë, më duket çdo gjë e bukur. Nëse s'ndije mirë, them... Nëse e me nerva. Me nerva. Ose si që thonë ndryshe me nevra. Po, do me thënë, çdo njeri e përjeton të bukurën, mendoj unë, në bazë të gjendjes vet. Financiare, si ju dëgjova pak më parë, dhe shpirtërore. Po, ta shkosh ti Ornelën kur bënoj lek si është, fluturon. Të duket shumë e bukur çdo gjë. Ma kam mësuar dhe mua, mirë vetë, pa. Se vetëm për Tiranën s'foli njeri. Po flason, unë shikoj në dy këndvështrime, edhe si poet, po edhe si ekonomist. Si poet e shikoj bukur, me kështu me ngjyra, me vezullim, me drita. Kurse si ekonomist mendoj sa është dash bashkisë që t'investoj për t'i bërë gjitha, sa ka hyrë me drejtet sa të pa drejtet, filloj mendoj edhe filloj mërzitëm pastaj, kështu që më mirë filloj edhe aktivizoj të pjesën e poetit, se pak të nuk mërzitëm. Ai shikon vlerat e preventivave si ekonomist. Pastaj si poet shikon sa zgaravina. Mua mu duk dhe isha gati të bëja një poezi në atë moment, po ju janë në rogë nërte një mikesha ime. Përgjigjo. Dhe doja të bëja një poezi qyteti zgaravinave. Një sekundë, Suela tha që ne varet... Suela tha, ne varet se si ndjemi. Unë mendoj që Valentina që në momentin që ka zbritur, ka vënë këmbë në aeroport, e dhe tani ka patur shumë stres e rrugës. Kështu që ndaj edhe të zhdukur, se unë vazhdoj, jam shumë e bindur që çdo njeri, ke parasysh kur themi ne edhe në një sofër këm krysh të jesh, po t'jesh me njerëzit e duhur, të duket çdo gjë shumë perfekte. Ajo është. Kështu që kjo tregon që situata po tash pas Japonisë si të më duket mua Tirana? Si mendoni ju? Si të duket para? Thuaj pra si të duket para. A ngjajmë në çik me Parisin apo duket si një qelizë e vogël, si ato amebat ose paramecët. Duan të zhvillohen kështu një qelizorët, po ecën kështu në drejtime të paditura. Në drejtime të paditura, njëra ndej njërë këtej një allakatje të mërshme. Edhe ato mënyra, Ornela e di që unë jam marrë me dekore, sepse kam pasur agjensinë time të marketingut. Po pra më fol pak për dekorin e Tiranës, ha?
Ai dielli i lezetshëm është, po ato është garravina. Dielli është i lezetshëm, pastaj ajo tendenca për të krijuar ngjyrat e ylberit LGBT-s është është një deformim, më duket mua, s'është e nevojshme ta shohim kudo. Shumë mirë, kanë të drejtat e tyre, jam në rregull me ta, s'kam asnjë shqetësim. Se ylberi është përvecuar nga ata. Ylberi është i të gjithëve. Ylberi është çështje, është punë e Zotit, në fakt dhe është shumë i bukur kur del pas një. Domethënë nuk besoj që është për ata. Nuk besoj që e kanë për ata. Jo, ata e kanë flamurin e tyre. Shumë mirë. Më duket se e kanë me 6 ata. E kuptova. E kanë me ngjyra më tepër. Kjo gjë më shqetësoi edhe në Milano, për shembull. Ishte edhe në Milano, po vajtat atje një 4 ditë. Edhe aty ishin ato... Kisha çfarë bëja. Mirë. Edhe ideja ishte që unë çdo vit e çekoj një çik atë qendrën Viktor Emanueli, sepse aty çdo vit bëjnë nga një pemë. Edhe bëjnë këto kompanitë brendet e ndryshme që vendosin pemën e tyre secili do të vëri. Si ishte Milano, më shëmtuar se ne apo më bukur se ne? Është shumë e bukur, por edhe ata e teprojnë me këtë brenda Viktor Emanuelit. Në kupol ishin përsëri flamujt e këtyre shoqeve dhe shokëve tanë. Shoqeve dhe shokëve tanë. Shoqeve dhe shokëve tanë, se kemi dhe nga këta shokë dhe shoqe. Dhe janë shoqet më të parezikshme në botë. Ke shumë të tillë ti? Po kam ca. Ka kështu. Se dhe unë kam ca. Po ti suel, ke ca? Po të këqin. Unë duhet kem, anën estetike kanë shumë të zhvilluar. Se ka akoma nga ata që nuk e thonë, Jo, ka ndoshta nga ata që nuk i pyesim. Ç'më intereson mua me të shtonë. Për sa kohë nuk më prek mua, nuk më intereson në drejtim vërtet. Drejtim të paditur. Ja, ngjyrat e kanë fajin, ngjyrat. Tirana duhet të jetë të ketë një autenticitet të vetin. Po. Me të drejtën mua s'm ka rënë. Në Japoni duhet bëjmë, ne duhet barim tumanet aty, ç'a duhet bëjmë? Qeveria paguan në vendet aziatike që të mos dalin nga tradita. Paguan ka stile. Të shumë e drejta. Televizione, media që mos dalin nga tradita, pra që tavolina e vitit të ri të ketë pjatën tradicionale, jo këto modernizmat e internetit, këto sajesat, merë pjata greke, do me thë kemi bërë mirë në që kemi bërë me baklava. Jo, e kemi bërë shkëllqyre. Pa tjetër, kjo ishte... Baklavaja është... Nuk e provuat një qikë që të... Kjo ishte arsye e parë pse erdhe mirë. Se në tanë që kishte baklava shumë mirë. Në tanë testoni baklavan e parë. Edhe gjysmën e ekzekutuam, keme për të ekzekutuar dhe pjesën tjetër, por që... Se gocat se ka njësur akoma, do e hartë. Erdi Rezi, hajde, direkt. Rez, ka ardhur? Hajde, kam britur Rez Kifteri. Po dëgjoj një palhapa fitusi. Që je veshur me të kuqe sot. Një paltaka intrigusi. Po, një paltaka... Rezi vjen nga Italia, ku ka pak ditë që ka marrë një super çmim. Dhe si duket nuk e kanë lënë fanca të mbrit deri në orarin e duhur. Rez, ti ece... Së është akoma gati se... Nuk është akoma gati, ja se po bëhet gati, se vi pak që e kanë. Vi pak që e kanë, edhe kursian janë. Jo, do perfekcion, Rezi. Po, Rezi, e ka këtë. Dërsa ne për shumë unë për... Disha ka sila të... Personalisht unë vi që stilon Rez Kifteri ri perfekcion. Dëgjoj që a thot Vali, thot unë ri pa kreur. Unë vi pa kreur, për shumë. Dhe i kërkoj ndjes parukjesime. Një ylli vërtet s'ke nevoj të ta stresoj, ajo i kështë shumë ngarkes. Në fakt ti duket që kur i ke krehur në këtë model, do më thënë. Po kjo është një kreje e jashme. Kanë të vijat pas dushit. Kreje e jashme. Me këto flok prita dhe misht. Mirë, po jemi njerëz të bukur në shpirt ne, si shqiptar, jemi njerëz që e kemi bukurin në shpirt, na karakterizon bukuria. Të bukur jemi. Jemi njerëz të bukur, Jemi të bukur, neve kemi mikpritjen, kemi ca zakone të... Nuk e di, unë vi nga një familje 7 breza beratase, edhe aji gjyshi im, unë e mbaj mënd që aji vinte shumë i mërzitur, vinte duart prapa dhe gullte kokën, se nuk i kishin ardhur miq në shtëpi. Vinte një karige në balkon, edhe ruante nga rruga, po vinin miq apo jo. Dhe në momentin që zvinin miq tek ne, aji mërzitej shumë. Miku për shembull zbriste nga autobusi dhe shkonte tek familja e supozoj me Avniut, ose e Sabriut. Aji e dinte për shembull që ajo familje s'ishte mirë ekonomikisht, kishte vështirësi, dhe ata bëheshin copë që ta prisnin mikun, linin dhe fëmijët e tyre pa ngrënë, vetëm prisnin mikun, të shtrojë tavolina, edhe unë isha korrierja e familjes. Po pra Valentina, po flet për gjyshen. Shkoja unë, po prandaj them shqiptarët janë të bukur, kemi në traditë. Unë isha korrierja e familjes dhe shkoja unë. Isha. Gjëgji Sabri thësha unë. Shkuar, gjithmonë me shkuara. Më tha gjyshi që miqtë tu dhe ti vetë personalisht, me gjithë familjen tënde, jeni të ftuar sot në familjen tonë.
E keni parasysh kur vjen kryeministri për shembull që vin një 700 bodyguard që krijohet një ndjenjë kështu. Më paskër ka gënjur Instagrami. Po. Mendova se Rezi do të vishej me të kuqe. Tash ti ka edhe njerëz që e kanë ruajtur këtë traditë. Po. Edhe është shumë e bukur. Aha. Unë kam shumë gëzim. Si ta themi me i fjalë si ata që kanë ruajtur. Unë kam shumë gëzim kur mbushet shumë shtëpia me njerëz. Tani nuk po ku janë njerëzit me zemra, se ku është problemi. Po ja, për shembull unë sajoj, unë bëj festën e nipërve dhe mbesave, edhe vin gjithë ata dhe bëj edhe unë si kalamaj si ata. Edhe bëjmë dhe një Ç'është ishte kjo festa e nipërve dhe mbesave? E kam shpikur unë. Të razë gjithë mbesa dhe nipërit. Tu s'ke për ta kundërshtuar. Absolutisht, unë dua që të vide unë me Istea të kjo festa. Të vide unë me vajzën. Jo, bën shumë mirë, bën. Bëj mija 7-8 vetë, jo shumë. E kur është dita? Kur të duam. Ka një ditë të shëmër. Vjen nipi nga studime. Vjen Rezi, bi tapetin e Bardhaziz, me baklavan në dorë. Po, dëgjo tani, ti baklavan tënde e ke, po duhet hash 2, po, jo, s'ka gjë, merë dhe 5 po deshe. Ores, po qësh këtë titull më Ores që se ka marrë stilist akoma shqiptar? Samir bëre që e sole këtë? Samir bëre që e sole, pa ngrije njëra shu si që ngrem ne me merita. Që ngrem në sakon. Super, që nga shumë e bukur, vërtet. Ores, do në adhurosh në si studio. Atje, jashtë edhe të çmimet edhe të Dëgjoj çik Albin. Edhe trofet të jashtë i bëjmë pa hile. Pa hile? Këtu e janë të parë. Dhe motivacioni që Ores Kifteri merë këtë titull në Milano, që është shtëpia e modës. Në Rom, më falë. Në Rom, po. Yes. është çmim që gjithë Evropën dhe që e kam marrë unë dhe jam shumë e lumtur ekstremisht. Po, që kam lindur në ekran. Ores, do t'i flasë qika tyre dhe për emisionin Bardhaziz, edhe ne duam kemi qef një çmim. Shiko, besoj se nga janari vjen personi, kështu që nëse ju naftoni, unë do sjell. Kemi 20 vjetorin me shumë dëshirë se ai ka risi për të gjithë botën dhe sidomos për duke vlerësuar botën tënde njërë, sa mirë që e ka njohur dhe e ka vlerësuar dhe për ne na bëhet qefi shumë, që një stilist shqiptar në nivelin tënde e merr atë çmim. Shumë për gëzim. Po shef është gëzim, se të tregoj që raca jonë është produktive. Unë jam bjerë shumë krenare atë natë. E meriton zemër. Ishte pak i vonuar, por Vali sa po tha që jemi njerëz të bukur. Ti çfarë mendimi ke? Kemi njerëz të bukur. Vajzat tona janë shumë të bukura. Atje unë njoha një vajzë shumë të bukur, e kishte emrin tim, ishte dashja ime Rezarta. Edhe vetëm kur më tha Rezi si je, thash që nga shqiptare. Ishte shumë e bukur. Dhe nuk e di pse dallojmë neve, ndjehemi që jemi. Tani ky problemi që duke i bukur apo është e bukur, se janë dy gjëra të ndryshme. Shumë e bukur. Ishte edhe e bukur në shpirt. Albi ti di këto. Jo, në radhë parë ka pëlqyer emrin, besoj, ë? Jo, përveç asaj kishte emrin Rezarta. Po i kanë gjithë emrin në radhë parë. Mirë, Ores. Pastaj u ka detyruar që ta shohë 2026 kishte një ngjyrë, çfarë ngjyre kishte këtë Mavin 2026-a. 2025-a. 2025-a. Si ngjyrë trendi i vitit. Jo, ka qenë bordoja, ja, si thojnë të tua. Ka qenë bordoja. Tani është kjo kakia, ç'është? Tani është ngjyra e çokoladës për momentin. Tani është ngjyra e çokoladës, ë? Por që kemi vit të ëmbël. Është çokoladë. Çokoladë. Po i vini veshur me portokalli. Ajo ngjyra iPhone 17-s. Ngjyra e baklavas kur do vi, apo? Po ja, për aty afër jemi. Ngjyra e baklavas është e bukur. Ajo është ngjyra mbretërore e oborit hollandez. Kur vitin e baklavas, për shembull. Mbretëria holandeze. Pse kakia? Pse kjo kafja orange? Shiko, ajo është shumë klas dhe hyn tek ngjyrat të cilat ka shumë vite që është në trend dhe nuk del nga trendi sepse është shumë klas, është shumë mondane, domethënë e hyn më tepër tek ngjyrat mbretërore, tek koloret mbretërore. Kështu që një femër e veshur me këtë lloj kolori automatikisht krijon një imazh më fisnik, më të pastër, domethënë të një femre që di dhe që ka siguri. Po, tani unë e kam përdorur gjithmonë, po pas kam qenë 2 vite përpara. Po, shumë mirë që sepse unë vjet që kam patur ngjyrën time, se unë nuk eci shumë me modën në fakt. Ti ecë me mendje? Unë eci me atë që unë ndjem. Domethënë çdo gjë unë e lidh me ndjesinë, pikë mbaroj, atë që thash që parë, domethënë. Dhe bukurinë tek njeriu, unë them qendjen e bën të bukur shpirti. Domethënë kur jep një aura energji pozitive,
edhe njeriu që për të tjerët mund duket shumë i shumtuar ka një bukuri që ti se kupton si bëhet. Ja, Albi, si duket Albi? Ai ishte jashtëzakonisht pozitiv që në çastin e parë. Mor Albi, si komplimente në studio live ke marrë. Këto binda që nuk gënjen. Jo, absolutisht, mos të them një sekret që është autori i videos time reklamuse. Do isha këtu, por rinim bashkë edhe ka shumë, ka kënaqësi njeriu kur takon njerëz. Jo, vetëm se njerëzit nuk duhen parë vetëm në dhjetor. Ky është mesazhi që duken pozitiv apo negativ. Po, e vërtetë. Edhe që nga nëntori duhen parë. Jam shumë dakord. Me pas, sepse... Jo, në fakt, më mirë është t'i shkosh në vest të verës, se aty janë edhe lakuriq. Jo, po më kujtua këtë pjesë e kësaj, për shumë që zjesh me kolegët... Ja ta ngacmoj që Grezin, se e kam fiksim ngacmimin me ditin në studio. Është një dilemë shumë e madhe. Është veshja ju që e bën njeriun, pra, apo njeriu e bën veshjen. Qa ndodhë? Se ka shumë dyndje për shembull ke Vali, ke ato markat që s'identifikojnë në i gjëtë madhe. Se për shembull unë më shumë Oval. Nuk jam manjak e markash. Ka shumë që janë manjak të frikshëm. Unë për shembull preferoj të vishe me një gjë që bën Rezi, te festa që bëj unë çdo fund vit, unë te Rezi shkoj. Ajo marka ke Prada, shkoj ke Valentino. Sepse Rezi është brand. Mirë e ka është personaliteti i njeriu që e bën njeriu, sepse si tha Armani, një grua budallaqe, sa do ta veshësh me një fustan të bukur dhe ngelet prap një budallaqe. Armani e ka thënë këtë? Armani e ka thënë këtë dhe e vazhdoi vazhdimin që dhe një grua inteligjente e veshur me një fustan 10 euro do transmetoj feminilitet, elegancë dhe sensualitet. Jam shumë dakord. Po s'ka bë marka më vjen keq për këto fanatiket e markave, o zoti madh, do kalojnë në vetvrasje. Jo, ato janë varësi, jo po them si koncept. Jo, shiko çfarë ndodh. Ndodh kjo gjë që sigurisht që një markë apo një firmë është shumë e rëndësishme në një moment caktuar, por duhet mbajtur dhe si duhet mbajtur. Një njeri inteligjent arrin të mbajë një veshje në mënyrë fisnike. Pastaj është një kategori e dytë. Veshja në mënyrë fisnike është veshja pa logo. Jo, që është pa logo. Që është firmë, po t'jetë pa logo. Pra një veshje që zbërtet. Që nuk thot që është Dior, Armani dhe firmat e tjera. Po mund t'jetë zakonisht ndodh me një kategori njerëzish të cilët nuk kanë... Skifteri më duket me egër se këto tjerat. Nuk kam besim, se e kam tani priso, futa... Ta që jo profesionalizohet direkt. Kështu që një kategori e njerëzve që nuk kam vetë besim tek vetja, çfarë bëjnë? Mundohen të transmetojnë tek pra, kjo ishte pyetja bazike. Tek masa, vëmendjen dhe të kërkojnë në një farë mënyre aprovimin e të tjerëve që ato janë. Dhe çfarë bëjnë? Veshin marka me emra në mënyrë që të kuptojnë që ne jemi, ne kemi dhe ne dim. Nuk është e nevojshme ta bëjmë. Është kthyer dhe në një lloj biznesi kjo, marketingu, sepse në momentin që ajo bërtet markën, i thotë Erionet që të gjohë se unë jam në qikë... Jam dikush unë. Jam në qikë e shtrejnë. Kuptova. Mos më thot njeri gjëfara në këto se... Ne kemi dhe ca shpreje. Nemi të 10 eurëshi. Ne kemi dhe ca shpreje për shumë që themi që e fton ose e fton nga veshja dhe përcjell nga mendja. Plus që nga një mënqër se Armani, të do thuash. Plus unë mendoj që, qiko, veshja përfaqëson njeriu dhe një mënyrë për një tjetër, duket një person që e komandon veshjen. Po, një sekond tani. Jo, se duhet të them, ka burra me kostume, për shumë. Që rrinë me kostume kollare, do më thonë, rrinë serioze, nuk flasin vetë për fshat e inferioritetin e trurit, do më thonë, sepse dina që po s'foli nuk ja... Kam pas një pedagogun që thote, me bëte pyetje 1, 2, 3, 4, nuk i jepshin përgjigje. Edhe tha, mirë, si ta kuptojnë kush është më budallaj nga ju, ju s'flisni, tha. Po pra, po e qartë. Res, po mirë, çfarë nevoja është mbulon veshja? Shiko, veshja është një pikë e fortë tek njeriu. Po, sa zjatë, 5 minuta zjatë, e kupton? Shiko, nga njerë dhe kamuflohet, të duhet pak më shumë. Unë nuk e di pse mua më pëlqen më shumë zhveshja se sa veshja. Nuk e di, e kam. Mund ta kem gabim. Jo, si gabim, introvert. Je introvert. Ja në ato të vjetrit, si duket. Po që zakonisht më shumë kur kemi një intervistë pune, gjithmonë zgjedhim garderob çfarë do veshim që biem sy, sepse impakti i parë kur ti futesh për intervistën, që shefi apo njerëzit që janë aty përballë do të shohin se si çfarë do kesh veshur, çfarë dekolteje, çfarë formash me forma pa forma. Ku në shfarë vëndi ndosë? Duhet veshja dur në vendin e dur. Ndosë kudo. Përgjithsisht, jo.
Përgjithsisht nuk shkohet, do me thënë, këtë gjë e kanë mësuar njerëzit që nuk është që duhet bish shumë në sy kur shkon për internet. Jo, po prap, këtë po them. Është e kundërta. Po këtë po them, varet që do zgjedhësh që ti të kuptosh që të tregosh inteligjencën tënde, apo të tregosh se sa le kanë investuar të ty. Më vjen shumë keq të penalizohet dikush që tregon dhe forma. Mund të jetë shumë inteligjente, të ketë dhe forma dhe nuk i tregon, po është e dukshme që i ka. Sot femra e bukur dallon. Dhe nuk është turp të jesh dhe e bukur dhe inteligjente. S'ka nevojë nga njëherë në një pozicion të caktuar pune, ti tregosh format pikërisht në atë moment dhe në atë situatë. Nuk niset një femër inteligjente për të treguar forma. Por një femër e bukur, prandaj po them, po të përgjigjem asaj që the pak më përpara, që është gjunaf që një femër e bukur mos tregoj format. Një femër e bukur në pozicion pune, sepse janë ca etika. Unë s'mund dalë do të me robe banjo në atelje, të pres njerëzit. Edhe është etike e punës që në një ambient zyre, ti do kesh një kostum, shik, po jo me forma shumë të ledzushme, sepse je në... Si për ato femra që kanë forma, si për femra që s'kanë forma, që në vëndin e punës... Nuk duhet. Po nuk duhet. Pastaj një femër e bukur dhe me forma, është gjithmonë e bukur, sepse nuk e bën veshja. E bën feminiliteti, i cili është i lindur dhe nuk prodhon... Të se bjem do të dyqan do thuash. Se ka femra auro. Një femër e bukur mund tjetë një femër pa forma, por që realisht sillet bukur, ka klasë dhe unë kam... Shim një debat para se të vinë Terezi në studio. Është 6 herë që ndërpret dhe s'po më le me fol. Atëherë. Apër që që gaz të një. Unë e prisje nga rajonës Sleti tani. Po ta them dhe unë. Kjo po nga që s'po të ndërpres unë, prandaj po e bën. E ka me mua, nuk e ka me ty. Çfarë do të ndërpresësh, unë s'po flas. Çfarë do të ndërpresësh? Okej. Po ti se the tani, ha. Ja do të thotë. Është ideja që e rëndësishme është të sillet me klasë dhe me sharm. Unë them që klasi është performanca e trurit që e kushtozon sjelljen. Pra, nuk mund të jetë një veshje klas përveç se asaj që ti arrin që të shfaqesh, që ta perceptosh edhe ta përcjellësh të tjerët. Sepse ti mund të veshësh një frak, po themon, ose një fustan shumë elegant dhe të marrësh dorë në xhepa, por që s'ka logjik. Ose pra, mënyra se si ne sillem, mënyra se si ne orientohemi që të vishemi, unë besoj që përbën edhe atë pjesë të dignitetit tonë, ose personalitetit që ne kërkojmë që të shfaqim të tjerët, ose dhe vendin ku shkojmë ta përfaqësojmë, apo vend, kjo është ajo qëllimi që ka veshja dhe edhe njerëzit që vishen bukur, njerëzit që kanë imagjinar, ka fantazi, kanë dhe poezi. Akoma asnjëri përgjigje nga a duhet të harxojmë kaq shumë lekë për veshje? Unë po pres. Po, duhet të harxojmë lekë. Sepse veshja është një gjë që ndryshon shpesh. Është një gjë që nuk mësohet. Pra unë pas kam kuptuar këtë. Nuk është veshja fare, edhe një palë pijama një femër me klasën e tregon. Ka femra që një vulgare që vishen me kostumet më me klasë të mundshme dhe pra vulgaritetin e... Mojsuele dashur nuk kanë buk të hanë, kanë çantën dorë 12.000 euro tani, lutem tani. Ç'është ky kontrast? Po ç'është ky kontrast tani? Dëgjova i shokun tim që sa ishte lidhur tha, ja bleva çantën 12.000 euro. Po pse ja bleve? Po sepse kështu është trendi, kështu është moshë, është moda. Se këta janë njerëz të udhëhequr drejt gjërave materiale. Ka gra që janë pa botë shpirtërore, pa si gjë. Ajo nuk harxhon për të shkuar në teatr ose për të shkuar në një opera. Ajo harxhon tek ajo çanta, e kujtos ajo çanta aty. Nuk është vetëm, është dhe fakti i mungesës dhe fakti i traditave familjare, boshllëkut që i kanë lënë, mund të jenë problemet infantilitetit, të të shkuarës vetë, që në momentin që kapet pak, thot unë tani dua ta kem sa ajshdin. Sidomos në rastet e festave, sidomos edhe data 31 është një festë, a din shqiptarët përgjithsisht rres si... Kjo është një pyetje që bëhet... Po, vit pas viti mund bëhet. 12 vjet që dëgjoj këtë gjë. Po, 12 vjet prapë nuk mësojmë ne. Domethënë, a din shqiptarët me u vesh. Në çdo vend të botës din dhe nuk din. Janë me kategori. Ase italianët gjithë din tani lutem. Jo, nuk din gjithë. Jo. Po ke shumicën 80% mos shumë ti vishen bukur. Nëse Trumpi në Amerikë tha italianët një pjesë e mirë mos qarkullojnë në për trena tha me bizhama. Po, mirë e bëri. Se është problem. Po, mirë e bëri. Në Itali unë mendoj që kategoria e meshkujve vishet shumë më mirë. Vetëm se dhe ne po japim shumë zë. Meshkujt italianë janë shumë të kuruar, janë shumë të kujdesur për pjesën e peshës. Meshkujt më bukur se femra, thotë Rezi. Janë gjithmonë më shik, janë gjithmonë më klasë dhe mënyra se si komunikojnë me femrën, apo me këdo gjën, është gjithmonë me zëtullët, gjithmonë me shumë kulturë. Tek pjesa e femrave, ne femrat shqiptare jemi të bukra. Edhe në përgjithësi jemi. E kam e ty. Po s'na the për meshkuj që ngjyre kanë ngjyre 2026. Në rastin konkret, jam shumë okej.
Dhe me thënë, po hynë të kategoria e meshkujve që janë shumë trallë, që kurohen. Jo, se meshkujt shqiptar ka filluar të Res, po ngjyra e 2006 se meshkujve apo e zeza prap? Çokolada. E zeza prap. Ama gjithë shqiptarët ishin me zeza tani çfarë po thonë? Nuk zeza se... Res, meshkujt shqiptar vetëm me zeza dhe 2006, ëh? Shiko, e zeza nuk është ndonjë problem ta mbash zezën, se zeza është janë shit me zeza Res. Nuk janë. Problemi është në dizajnit të zezën e përdorin gjithmonë për elegancë. Shqiptarët sikur janë vaki gjithë vitin o bërë. Janë dy metoda, janë dy rryma që paktën që kanë lidhje me modën se po i hynë në kështu. Një pjesë që ndjekin modën, një pjesë që e krijojnë. Varet se kë zgjedhim ne që të ashtu sepse kur ke imagjinat, kur ke mënyrë stilit veshur, unë them që edhe me pak gjëra mund ta krijosh një diçka që ti përfaqësoj. Mjafton që të jetë mirë, mjafton që të jetë edhe materiale edhe këto gjëra se këto janë pse pjesa tjetër ose që dukesh si është e vërtetë ajo që the që shumica e meshkujve kudo të shohësh nëpër evente, nëpër bare i ketë gjithë me zeza, me xhub zi, sepse mjekra duhet të duket që si gangstera. Jo, ajo që kanë janë si gangstera, tatuazh atje që dukesh duke qenë uniform nga identiteti apo nga personaliteti. Atëherë Suela me konkluzioni. Po. Konkluzioni është, do me thënë, ndoshta unë kam qënë gabimisht në këtë lloj diskutimit, se unë mendoj... Konkluzioni të bukurës tani se, me qenë sa është konkluzioni të bukurës, unë vazhdoj të jem e ides që veshja, edhe unë për shumë kam parë Celentano në koncert me ato bijamat që thojnë, por një qënje e bukur, një qënje që ka çfarë të transmetoj, çfarë do lloj gjëje, mbasi ka krijuar imazhin dhe e ka dhënë mesazhin që vlen, pastaj çfarë do lloj gjëje të veshi, brenda kontekstit pastërtisë nuk diskutohet dhe të kritereve që duhet jetë i veshur, për mua përbën një qënje të bukur. Unë nuk e shoh dot një njeri që mua më pëlqen shumë si qënje, pastaj se më ka ardhur përpara me një tut apo më ka ardhur me një këmish. Në momentin pastaj kur një njeri ka mangësira, mund ta zëvendësoj dhe mund ta plotësoj me këto lloj karakteristika të tjera. Kur pëlqen për shembull se merret tani, kur i pëlqen dikujt paktën nga dikë që e pëlqen një femër ose një mashkull varet nga linia, që e pëlqen veshjen, unë mendoj që është hapi i parë për ta parë zhveshur. Sa serios? Se ka lexo pak se keni mendje në mësim. Sa serios unë kisha. Unë akoma se kam lexuar. E pra, do ta lexosh live në Bardhazi. Dhe kunda më ta dojesh vetë, I gjithë titulli dhe dedikimi. Unë sot po e lexoj për herë të parë. Shumë mirë. Lexoje këtu. Kisha lexuar. Premio Europeo, Oscar della Moda, Statueta Oro Italia Albania Europa. Mezon Rezata Skifteri. Mua më thanë Rezata Skifteri. Sepse nuk e thonin dot bashkë. Është aq e rëndë ajo sa që mund ta përdorë edhe për gira. Kjo është e larë gjitha me arë. Është e larë. Nuk ke nevojë për ato ti. Ajo është thjesht një bravo, se ti je statuj vetë një. Ti je statuj vetë. Rez, konkluzjoni? Konkluzjoni im është që jo gjithmonë veshja të bën atë që ti je. Veshja është e rëndësishme shumë në fragmente të caktuara, në një event, në një takim të parë, por më e rëndësishme për mua është dhe që e bën të bukur një njeri, nuk e bën veshja, e bën karakteri. Edhe këtë e thot një stiliste, Dhe nëse karakteri shumë i bukur, nuk ka gjë më të bukur të shikosh atë njeri edhe gjë më të thjeshtë edhe me një veshje edhe 5 euro është tepër i bukur, apo tepër i dashur, por Shëram dakord të gjithë në fund fare të Erionit thonin shkodranët, veshja kopileshja. I keni haruar të shprehja? Jo, nuk e kemi haruar. Më kisha shumë kohë pa e dëgjuar dhe sot u kujtova. Po kështu, kopileshja. Veshja kopileshja, sepse ishte kopja ajo prezenca. Sot ka aq shumë rroba dhe ka aq shumë femra të bukura me rroba të bukura, saqë kanë filluar njerëzit të bëhen selektiv, që nuk i intereson më vetëm pamja e jashtme, por duan që atë kafen kur ta pinë me dikë të kenë çfarë të ndajnë. Sepse ke goca shumë të bukura që nuk kanë çfarë të thonë. Unë shikoj në Milano vajza të reja që mbajnë çanta robe, me që diskutuan po ato të shtrenjta ato shumë. Çantë robës e stampuar nga ato që printon te agjencia ime. Janë.
Ato janë një beze, Po disa kushtojnë ato. janë tekstil, e stampuar, që bën as 10 euro. Janë ato që të japin në përpara 15 euro. Ato të Beze. Jo nga këto me punim dorë. Ato që punojnë me dorë kushtojnë shumë. Jo, janë Jo këto. këto të punimeve të dorës. Ne Janë dhe ashtu nuk beze, jemi. Dhe deri në mbajnë dosje dhe letra. pak respekt për vete do të Brende, vali ato. ku Do më falni, brendet në Itali, unë kam vëre, nuk e disa dakord të shtrezi, i mbajnë moshat nga mesatarja dhe lartë. Që kanë punuar. Kanë krijuar një standard, një ekuilibër ekonomik, edhe ajo në të mosh do shtagzoj dhe përsëri, unë nuk shikoj që të jetë brendi i madh. Vajzat e reja janë aq sportive, aq të këndshme, aq bio dhe këto brendet i përdorin vetëm në eventet të darkave. Thu edhe fjallë Me që po flasim për veshjen, lumë ku zhvishet me dignitet dhe lumë kush zhvishet nga mediokriteti. Sa bukur e ke folur atje. Unë nuk kam një mesazh, vetëm urimin Ornelës edhe... Jo, asu nuk kam një urim, vetëm fokusoni ka i titull që të kuptoni se sa Po vete baklavan këtu afër. Mjeshtria me dignitetë. Unë ju lë takim kur do takojme. Në 2026, në vitin tonë të sepse datën 2 do të jemi me më të mirat të pesë bardhëzi. Natën, faleminderit. Natën dhe faleminderit që qëndruat me bardhazin sonde.